ushtrime nga Pilates. Si nisim? Ushtrimi i parë. Tani, si shikoni, ushtrimi është në pozicionin më të qetë. Ajo që duhet të mbështesim pra mesin, të gjitha vertebra duhet të rreshtojmë si ushtarët mbi dyshekun e veglës. Duart i mbajmë shtrirë dhe ajo që majet e gishtave, që themin e putrat, t'i vendosim tek bari, edhe shtrim gjunjët dhe i thyejmë. Tash i gjatë kohës që ne bëjmë të ushtrim, në të njëjtën kohë punojnë edhe gjunjët, kofshët, punojnë dhe vithet, gjatë se kohë ne kemi në dorë, kemi mundësi të shtypim dhe barkun, të rafshojmë edhe supe dhe trupi është i rafshuar. Pra nuk duhet rrim kështu. Duhet rrim të rafshuar dhe gjatë se kohë ne punojmë këto gjymtyr, këto zona që ju thash. Shumë çlose dhe shumë qef. Është qef, edhe unë nga një herë, kur jam e lodhur, edhe dua, them me vete nga njëherë, inshallah zjen ndonjëra që shtrihen dhe unë, se edhe punon trupi, kam nevojë dhe vetë, po edhe në këtë kohë edhe shplodhe dhe postura. Atëherë çfarë ndodh? Ky ushtrim pasohet ka shumë variante, pasohet me ushtrim tjetër që ngrehesh me supe, kupton? Edhe punon edhe pjesa e barkut, korë që i themi ne, përqendrohen muskujt e barkut, të abdominal, edhe të pjesës poshtë pelvik. Disa ushtrime për barkun, për tonifikimin, për uljen e masës dhjamore aty, përveç ushqimit, se kemi thënë këtë. Tani, ushtrimet e barkut nuk janë të gjitha seri njëra mbas tjetrës. Çdo ushtrim që ka një gjymtyr, pra që ka këmbët apo krahët, pasohet pastaj edhe me ushtrimin, fazën e dytë atë ushtrimit që është barku. Pra ne gjatë gjithë një ore që kemi seancë, ne ushtrimet e barkut i fusim me intervale në çdo ushtrim tjetër. Ka rëndësi dhe ushtrimet e vitheve, edhe zonat e vitheve. Zona e vitheve sepse është problemi, janë muskujt, është masa më e madhe e rëndon më tepër, që ajo forca e gravitetit i merr më shpejt vithet, kështu që këtu punojnë të gjitha zonat. Shikoni sa lehtë punojnë me krahët. Ti është e shtrirë dhe punoj gjoksi dhe krahët, ky është komfortiteti më i madh. Ulim sustat që e bëjmë shumë të lehtë, duke ardhur sipas seancave, sipas fuqisë ajo rritet. Faza e dytë është me ngritje, pra që punon edhe barku. Punohet pozicioni tjetër që bashkon krahët edhe pra krahët dhe gjoksi në disa orientime dhe drejtime. Se ka disa. Kjo mund të shoqërohet me ritm, pastaj me ngritjen e shpinës e tjera. Kemi ushtrimet e këmbëve. Kësaj i thonë ilaç. Turqit sa i thonë ilaç. Mund të shtriqje të gjithë. Jemi të ushtrimet për këmbët, për mesin, deri tek shpina, që do të thotë. Vendosim kabllon tek njëra këmbë. Do thoni që unë nuk e ngrej dot këmbën. Nuk e ngren dot këmbën, e ke shumë të lehtë, ta ulësh tu poshtë, ja siç e ke. Ktu ndihmojmë neve që ti vendosësh, dhe ky është ushtrimi që qetëson shpinën. Ndash punon pak, ndash punon drejt, po deri këtu do vinë, sepse kjo bën tërheqje, shton elasticitetin, kur drejtohen gjunjët, ndihmon në forcimin e gjunjëve, dhe në momentin që ngrehet vithja lart, këtu vertebrat që janë vazhdimisht, që janë 4-5, L4-5 që janë problemet, heni diskale, këtu kurohet. Ja, kaq. Kaq, pra, kjo është me e leta. Nëse do, e rrit këtë, çon dhe vithet, i ul këmbën sa ti duash dhe i ngrej. Në qoftë se nuk ka mundësi, nuk ka shtrirje, më ka ndodhur që vinë zonjat ose zotrit me këmbë të thyera, se nuk i shtrin. Pikërisht këtë i ka kërkuar mjeku. I ka thënë, bëni stretching. Ky është një stretching. Ka ushtrimin që forcon gjunjët edhe femurin, pra muskujt, edhe të kofshëve, gjatë kohës që ngrehesh nga pak, ti ushtron forcë. Ti edhe muskujve të barkut, këtu, pra këtu punon barku, punojnë kofshët, punojnë gjunjët, vithet, edhe në fund fare punon hapet vertebra. Vetëm kam një porosi, mos ndiqni të gjitha videot që janë në Facebook apo në media. Mos i shikoni ato, është një ushtrim shumë i duhur. Duhet të keni një instruksion të sakt, të paktën 3 muaj dhe pastaj ajo që dua unë, dua t'i orientoj të gjithë që të kenë mundësi të stërbiten vetë.